Humbja e titullit kampion përballë Napolit ka qepur gojët e yjeve të Interit me klubin si kaltër, i cili ka preferuar të mos nxjerrë lojtarët titullar të flasin para mediave, por ka dërguar Kristian Aslanin të fliste në konferencën pas sfidës me Komën. Mesfushori Kuqezi u është përgjigjur nga çmimeve të gazetarëve të cilët sigurisht interesoheshin për situatën të si kaltrit pas kësaj humbjeje, duke pasur parasysh finalen e Ligës së Kampionave. Sigurisht ka shpënim dhe keqardhje, kemi lënë shumë pikë rrugës, por tani kemi kupën më të rëndësishme të sezonit të Aslani, duke ju referuar sfidës së javës së ardhshme ndaj Paris Saint-Germain. Më pas shqiptari u pyet se si e cilësonte sezonin e tij. Deri tani mendoj se ka qenë një rrugtim me ulje dhe ngritje. E dim shumë mirë atë që ndodhi në Arabi ndaj Milanit. Kishte një sulm ndaj meje, por nuk ka problem. Nuk është e lehtë të luash her pas here, por jam i lumtur për rrugëtimin tim. Është i rëndësishëm ai i ekipit. Tani ka shumë punë për të bërë, ka shumë trishtim, ka një ndeshje shumë të rëndësishme që duhet fituar, tha Aslani.